Koalicioni vlen mbajti konventon promovuese në qytetin e Gostivarit, ku prezantoi zyrtarisht kandidatin për kryetar komune Sebajdin Dauti si dhe listën e plot prej 23 kandidatëve për Këshillin Komunal, me bartës liste Bashkim Hasanin. Përpara simpatizantëve dhe mbështetësve të koalicionit, drejtuesit e vlen theksuan nevojën për ndryshim në Gostivar, duke ofruar një alternativë që sipas tyre do të sjellë zhvillim dhe menaxhim të përgjegjshëm të qytetit. Bartësi i listës për Këshillin Komunal, Bashkim Hasani, prezantoi ekipin e kandidatëve si profesionistë të dëshmuar nga profile të ndryshme, të gatshëm për të kontribuar në zhvillimin e qytetit. Ai theksoi rëndësinë e zgjedhjeve lokale më 19 tetor, duke i bërë thirrje qytetarëve që të votojnë për ndryshimin. Jemi ne, njerëzit me të cilët do ta ndryshojmë Gostivarin. Ky është ekipi i shpresës, ekipi i besimit, ekipi i përkushtimit ndaj qytetit dhe qytetarëve tanë. E kush janë ata? Për nga puna, ata janë ata që në vitin 2017 morën komunën me mbi 1.5 milion euro borxh. E sot, pas 8 viteve qeverise, ja lajnë qytetit tonë një barë prej mbi 10 milion euro borxh. Do t'i arsyetonim këto borxhe, po të ishte Gostivari sot 10 herë më i pastër, arsimimi 10 herë më i mirë, sporti 10 herë më i zhvilluar, kultura 10 herë më e pasur dhe po të kishim 10 herë më shumë investime. Por jo, sot qyteti është më i ndotur, më i varfër dhe pa vizion. Më 19 tetor, Gostivari ka një mundësi të artë, të dalim të gjithë dhe të votojmë për ndryshimin që duam. Vota për numrin 7 është votë për shpresën, për besimin, për Gostivarin që meriton secili prej nesh. Le të bëhemi një zë për Gostivarin. Le të fitojmë bashkë për Gostivarin tonë. Kandidati për kryetar komune, Sebajdin Dauti, kritikoi qeverisjen aktuale në Gostivar, duke theksuar se qyteti është lënë parzore dhe se borxhi total bashkë me ndërmarrjet publike ka arritur mbi 20 milion euro. Qyteti është ndërruar në deponi, arsimi në rënje të lirë, kultura e varrosur, sporti i shkatëruar dhe administrata komunale është e mbyllur për qytetarët, deklaroi Dauti. Ai prezantoi një plan të detajuar për, siç tha, menaxhimin modern të qytetit. Unë vi sot para jush me një vizion të qartë për menaxhimin modern të qytetit, pastërti dhe mjedisi gjelbër, një plan të integruar për menaxhimin e mbeturinave, me kompani profesionale, riciklim dhe pastrim të rregullt. Qyteti do të ketë më shumë parqe, më shumë hapësira, gjelbërimi dhe ajër më të pastër. Arsimi cilësor, rinovimi i shkollave, i qerdheve, laborator modern, pajisje digjitale dhe mbështetje për mësuesit, investimi në arsim është investim në të ardhmen. Kulturë dhe sport të gjallëruar, ndërtimi i qendrave kulturore dhe sportive, organizim festivalesh, mbështetje për klubet sportive dhe artistët e rinj. Duam një qytet që frymon kulturë dhe që jep mundësi të rinjve të shkëlqejnë. Administratë digjitale dhe transparente. Qytetari të mos pres më me javë për një dokument, por ta marrat me disa klikime. Korrupsioni dhe birokracia nuk kanë vend në komunën tonë. Këtu e maj përgatitet për këtë pikë. Në lidhje me profesionin tonë. Infrastruktura dhe transport modern, rrugë të ndriçuara, trotuare të sigurta, parkingje të organizuara, parkingje të posaçme për taksitë të qytetit dhe transport publik efikas. Një qytet europian matet me mënyrën se si menaxhon transportin. Investime kapitale dhe zhvillim ekonomik. Projekte të mëdha që hapin vende pune për krahjet, për bizneset e vogla dhe të mesme, nxitje të turizmit dhe bashkëpunim me investitorë të vendit dhe të huaj. Shëndet publik dhe siguri, pastrimi i ambientit, më shumë qendra shëndetësore dhe programe për mbrojtjen e qytetarëve. Në konvent ishin të pranishëm edhe drejtues të lartë të koalicionit vlen, të cilët shprehen mbështetje të plot për kandidatin për kryetar komune dhe listën e kandidatëve për këshilltar, duke e vlerësuar programin dhe vizionin e ofruar si një mundësi reale për ndryshim në Gostivar.